shtohet dashuria ndaj besimtarit, është lutja për ta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lutet për vllajën e tij kur ai nuk është prezent. Do të thënë lutesh ose kur je në vetmi, ose kur je me tjerë, lutesh për përmirësimin e dikujt, për udhëzimin e dikujt, për lehtësimin e gjendjes së tij, që ai nuk është prezent. Atëherë thot qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin wa laka mithlu dhalik. Do të thënë melajka që është i detyruar për të, do thot, ose i ngarkuar me këtë detyrë, thot amin, edhe ty të qoftë e njëjta. Do të thënë siç lutesh për vllajën tënd. Kjo është prej shkaqeve që e shtojnë dashurinë. Do të thënë kur lutet njeriu sinqerisht për vllajën e vet që e do me të vërtetë. Kur ai nuk është, jo për sy e fatësi ose që t'ja kthejë kështu me radhë.